Pas ditëve të vështira që solli stuhia e fillim vitit, Gjirokastër është rikthyer normaliteti të plot. Strukturat e emergjencave, bashkia, forcat e armatosura punuan pa ndërprerje për pastrimin dhe sistemimin e qytetit, duke rikthyer jetën në çdo cep. Rrugët, sheshet dhe zona turistike janë tashmë të pastruara, ndërsa ka nisur edhe mbjellja e luleve dhe gjelbërimit, si simbol i ringritjes dhe rikthimit të gjallërisë në qytetin e Gurë. Banorët janë rikthyer përditshmërisë, ndërsa turistët vijojnë të admirojnë bukurinë dhe historinë e Gjirokastrës. Ekipet e bashkisë të ndihmuara edhe nga forcat e Xhenios po punojnë në disa lagje si dhe në njësitë administrative për pastrimin e rrugëve dhe riparimin e dëmeve të shkaktuara. Sipas shefit të emergjencave civile në Bashkinë e Gjirokastrës, Spiro Diamanti, aktualisht po ndërhyet në prejnë të qytetit dhe në njësitë administrative për të garantuar sigurinë dhe rikthimin e plotë të normalitetit për banorët. Sot jemi në një situatë shumë komode, jemi duke kryer veprimet e fundit në rrugët e dyta të qytetit dhe në dy fshatra, kryesisht në zonën e Lunxhërisë, të cilat akoma nuk kanë mbaruar punimet për rindërtimin e rrugëve të tyre. Do vijojmë ditët e ardhshme të zbankojmë materialin nga të gjitha pritat malore të qytetit të Gjirokastrës, nga çdo metër linear i shtratit të çdo proje në Bashkinë e Gjirokastrës do hiqet dhe lopata e fundit me inerte. Janë kryer punime në të gjitha rrugët kryesore që lidhin fshatrat kryesisht të zonës së Lunxhërisë dhe të Odrjes, po dhe në njësinë administrative të Antigones. Kemi të paaksesueshëm akoma fshatin Mingur dhe fshatin Labov e madhe në njësinë administrative të Odrjes. Rruga e fshatit Mingul është duke mbaruar këto ditë. Në vijim do punojmë edhe për rrugën e fshatit Labov. Thjesht kemi një pengesë të vogël, presim konfirmimin nga ana e ekipit gjeologjisë, sepse aty ka një shkarje shumë të madhe në fshatin Labov dhe presim konfirmimin e tyre për të futur për të vepruar. Mbroni mjedisin, mos hidhni mbetje në prejnë dhe hapësirat urbane, çdo dëm i shkaktuar natyrës rikthehet tek ne. Ne po punojmë që qyteti të jetë i sigurt dhe i bukur për gjithë. Ky është mesazhi dhe apeli i shefit e emergjencave civile të Bashkisë së Gjirokastrës, Spiro Diamanti. Thirrje të gjithë qytetarëve, nëse do të dalin dhe do të shikojnë shtratin e projit të Ficos, do të konstatojnë që aty ka dalë guri, si asnjëherë tjetër. Duket formacioni gëlqeror në të gjithë segmentin e shtratit të projit, që prej lagjes Partizani dhe deri këtu ku ndodhemi sot. Apel jo vetëm mbetje urbane, po as një lopat material. Ai që hedh këtë tutje, qoftë edhe një karrocë, qoftë edhe një lopat materiale inerte, do të penalizohet. Stuhia e 6 janarit mbetet vetëm një kujtim i së shkuarës, ndërsa Gjirokastra shkëlqen sërish. Me punën e përbashkët të qytetarëve dhe strukturave lokale, qyteti i Gurt po rifiton jetën dhe bukurinë e tij, duke treguar se edhe pas sfidave më të vështira, shpirti i tij nuk kthehet asnjëherë.